Pra, zoti Berisha njerë tha nuk ka ardhur fletira, ndërkohë që Spaku doli tha, jo tha, ne ta kemi çuar. Këtu, kudo që ti je shfaqur, ne kemi çuar fletiren. Përfshirë dhe zyrën e grupit parlamentar. Më pas, zoti Berisha thot, po e mora fletën, thot, po ditën e premte nuk vi dot. Spaku i çon letën, thot, mos hajde ditën e premte, s'ka problem. Hajde ditën e mërkurë. Ja, prajnë. Ndërkohë që në rastin e Partizanit, ne dim shumë mirë që Spaku ka qenë në pritje. Çfarë do bënte Berisha, Spaku reagonte, thotë e priste dhe procesi po zvarritet si po zvarritet. Pra, ky qëndrim i ri i Spakut, sa mund ketë lidhje me këtë vizitë të rëndësishme dhe diskrete këtij zyrtari lart amerikan? Unë kam mendimin që ky ritmi që ka marrë hetimi i 21 janarit nuk ka të bëjë vetëm me prezencën e përfaqësuesit të Shtetit Amerikan në Shqipëri, por ka të bëjë me limitet që ka zoti Dumani deri në mes të dhjetorit, sepse ndjehet që ai ka dhënë një ritëm të gjitha dosjeve, nuk e ka vetëm me 20 janarin. Ai do që kur të mbarojë të ketë disa suksese të realizuara, të bilans pozitiv, sepse ne e dim që ai gjithmonë bën double check, do nuk është vetëm prokurori çështjes që merret me 20 janarin, me shumë çështje tjera, por është vetë ai prezent, ai ka vënë veten e tij gati në të gjitha dosjet, apo jo zoti Karamuço? Domthonë Dumani është gati në të gjitha dosjet. Kurse sa për atë prezencën e amerikanëve në SPAK, mendoj që ka të bëjë me shumë gjëra të tjera, vetëm me këtë, me shumë dosje që dhe ka qenë dhe një mesazh. Por Romeo tha përmendi vijën e kuqe dhe paralelisht hiperbolikisht e krahasoi me vijën e gjakut. Pra ideja është që ka sigurisht një përfundim, po ka edhe një fillim. Patjetër që ka. A është 21 janari apo identifikohet 21 janari si prova e zjarrit e drejtësisë? Patjetër që po, dhe për më tepër që Strasburgu ja ka qiruar rrugën, ja ka pastruar komplet dosjen, sepse Strasburgu tha por është krim shtetëror. Dhe janë dy elementet kryesorë të kësaj dosje. Janë dy elementet kryesorë. Vrasja thotë dhe mosbardhja. Edhe ka hedhur poshtë, është fat i madh, do thonë sa them, sepse është për ta rukë se kemi të bëjmë me vdekje personi që vetëm fal familjes së Alex Nikës u arrit deri në këtë ditë, sepse të ishte për familjarët e tjerë, të cilët edhe vetë Rama i ka shpërblyer, ka dëmë shpërblyer me avokatinë e shtetit në Strasburg, ka marrë dëmë shpërblime, kjo çështje do ishte mbyllur. Ishin kthyer familje që nuk ka pranuar asnjëherë asnjë kompromis, asnjë ndarkë, dhe ka shkuar deri në fund kësaj të vërtete që doli sot. Mos harrojmë që përpara 3 vjetësh prokuroria e Tiranës bënte sikur merr me predhën që kishte vrarë zotin Alex Nika, jo po e çova në Rom, laborator, jo s'po mbien, jo s'po gjet predha, dhe shpresoj shumë që edhe kjo analiza e zërit mua nuk më kënaq. Doja shumë që personi që ka origjinalin ta dorëzojë origjinalin, se sot është bërë thirrje nga Spaku të dorëzohet origjinali i këtij regjistrimi. Ta dorëzojë origjinalin, sepse nëse hyjmë në këto kalendat greke që jo po e çojnë laborator jashtë, jo po kështu, kam përshtypje se do filloj prapë të zbehet si çështje dhe do përfundoj si predha që kishte vrarë. Që është prishur dhe ditë pse është prishur, po prokuroria nuk e provon. Jemi në një moment të ri të realisht të hetimit të kësaj, jo të hetimit, unë do thoya të gjetjes përgjegjësve për këtë ngjarje. Jo vetëm në një moment të ri, po jemi në moment përfundimtar, domethënë decisiv. Është ajo që thot Romeo, domethënë është vije e kuqe, vije vërtet e kuqe. Dhe kjo nuk ka të bëjë, nuk është e tëra pesha, nuk rëndon në Shqipëri, nuk rëndon tek ne. Kjo është një ndjeshmëri e jashtëzakonshme botërore, të paktën perëndimore. Ajo çfarë ka ndodhur këtu, siç po e shikoni, nuk ka më nevojë për asnjë hetim. Nuk ka nevojë më për asnjë fakt. Nuk ka nevojë më për asnjë të dhënë tjetër. Për shkak se siç duket nga larg, duket që gjithçka është kompletuar, po jo vetëm ajo çfarë duket. Shikojmë, i kthehemi pak me një sens, si më thënë, hetimi politik, hetimi social. Sali Berisha nuk është shpall non grata familjarisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, thjesht për një korrupsion, i cili është shumë i rëndësishëm, thjesht për 19 kulla. E gjithat, Britania e Madhe nuk e shpalli non grata për arsyes të një gjëje të vogël. E kishte më të specifikuar. Britania e Madhe por e gjitha specifikuar për lidhje me element kriminal. E gjitha e linjë do vinte këtu, do vinte tek kjo.
Spaku nuk ishte i gatshëm për të në vërtetë, nuk është kollaj, sigurisht, për të gjykuar krimet kundër Le ta personit. themi trosh, Spaku ngurroi. Po nuk ishte i gatshëm ta bëjë. E ktheu prapë në prokurorin e Tiranës. Nuk ishte i gatshëm dhe tani prokurori përgjithshëm i tha nuk është edhe kompetenca tani si jonë. duket është kanë ardhur aleatët dhe kjo gjë Shumë familjar. Kjo gjë ka vdekur. Por ndihmën më të madhe ka dhënë Strasburgu, e cila e ka definuar si vrasje shtetërore. Di çfarë thotë vrasje shtetërore? Vrasje shtetërore nuk është rrezikuar vetëm Shqipëria. Me vrasje shtetërore ndjehet rrezikuar çdo qytetar perëndimor, çdo qytetar i botës. Dhe është ndodhur në Shqipëri. Po, sepse shteti presupozohet të timbrojë qytetarët. Vrasje shtetërore do të thotë vrasje nga qeveria. Vrasje nga qeveria ndëshkohen, janë rrezik shumë i madh dhe sot teoricienët e krimit të këtij lloji, që nga teoricienët e krimit të Holokaustit, e kanë studiuar kaq mirë dhe tani thonë që dhe është gjendur ky lloj krimi nga Holokausti deri tek merret e kuq. Dhe është një nga rreziqet, një nga frikat e mëdha që ka njeriu, që ka bota, që ka politika ndaj këtij krimi. Pse? Kjo është quajtur democid. Edhe është quajtur democid për ta shkarkuar për ta ndarë nga genocidi, sepse është dhe genocid, po për ta ndarë nga genocidi, i cili nuk është shumë më i gjerë, por democidi është vrasja e qeverisë ndaj qytetarëve të pambrojtur, ndaj qytetarëve të çarmaktosur. Dhe kjo është konsideruar praktikisht vrasja në bulevard, është vrasje masive. Dhe vrasje masive bota qytetare nuk mund të jetë e pandjeshme, edhe sikur shqiptarët ta konsiderojnë, hajtë më s'ka gjë, nuk mund të jetë e pandjeshme. Nëse më lejon se hapi një temë shumë interesante, sepse vetëm pak ditë më parë ish kryeministrja e Bangladeshit, bile me një proces rrufe, u dënua me vdekje, a edhe ajo mbrojti një gjë në tezë, pra mbrojta shtetin, mbrojta institucionet. Karamuça, a mund të ketë një dënim të tillë penal që praktikisht është ndëshkim politik ndaj një drejtuesi shteti. Sa jam djeni ajo... Pra, Berisha i ka qëndruar linjës, e tha dhe sot, për sa kohë tha ka shkeli ligji do ketë vrasje. Kjo është e tmerrshme? Por sigurisht nga shumë e rëndë. Një sekond, po a mund të... Po them gjë më tepër, po kjo është e tmerrshme. Këtë tha Berisha. Uroj që mos ta ketë thënë para prokurorit këtë. Po e tha para kamerave. Jo. Po shmihesh dhe. Jo. Ajo mund të merret administrohet dhe mund të futet prapë për këtë, siç ka qendrimi kanë lidhje me këtë vrasje. E dyta, kryeministrja e Bangladeshit është hetuar dhe dënuar me vdekje për krime kundër njerëzimit. Pra, jo për vrasjet mirëfilltat e tjera. Pra, është një ndaj demonstratës studentëve në... Po, klasifikimi i kësaj vepre penale është akoma dhe më i rëndë. Pra, hyn edhe në konventa ndërkombëtare. Dhe ashtu është nga gjykatë ndërkombëtare. Madje nuk parashkruhet. Pra, nuk ka afat parashkrimi. Krimi kundër njerëzimit. Por në rasti konkret, vështirësia është që lidha shkaksore. Pra, a ka ndikuar kjo klasë politike në udhëheqësitë asaj kohe, drejt për drejt, në të shtënat me armë në urdhat që kanë dhënë. Se këto urdhra nuk janë të identifikuar dhe nuk shikohen asnjë dokument, qoftë edhe në komunikimet e koduara që ka garda. Një nga ftuarit e mia e ka kujtuar që një natë përpara, pra në datën 20 janar, ministri i brendshëm e asaj kohe, në takim me shefët drejtorët e policive të përgjithshme të Tiranës, policinë kriminale dhe gardën, e ka paralajmëruar. Pra, zoti Basha atëherë ka paralajmëruar që nëse do sulmohet kryeministria, do përballen me formën më të ashpër të ligjit. Pra, le të themi, zoti Basha ka folur në emër të qeverisë, kuptohet, edhe si titullari i institucionit, por ka folur edhe në emër të qeverisë. Dhe pyetja ime është, këto lloj deklaratash, edhe nëse nuk provohen temi urdhrat direkte me zë, me figurë, etj. Ndoshta edhe ka. Gjithë tonë që në kamerat e kryeministrisë është shfaqur zoti Basha dhe brenda. Është shfaqur ajo kopja, dikush e ka patur, dikush mund ta ketë dorë. E pranon dhe vetë ajo. Prezencën e tij në kryeministri, patjetër. E kemi edhe me pamje që problemi është. E tha dhe Berisha sot. E tha dhe Berisha sot. Që erdhi Basha më tha të largosh apo pra me këtë Berisha indirekt që Basha ka qenë kryeministri. Sepse ka pasur disa variante që Basha disa orë nuk ka qenë kryeminist në orët e ngjarjes. Por gjitha këto element në ngritjen e një akuze mbi zinxhirin komandues dhe mbi temi përdorimin e shtetit për kryer vrasje në emër të mbrojtjes vet, mund
quen vepra penale, pra përkthehen penalisht. Është një gjë kur ti thua do zbatosh ligjin deri me 1 në rast se sulmohen godinat, si udhëheqës politik ose si një drejtues i një ministrie, siç është ajo e brendshme, qoftë edhe kryeministri etj. Tjetra është kur thua po u afruan vriti. Kjo e dyta për vepra penale. E para thot sipas ligjit dhe ja shkarkon gardës përgjegjësinë. Zoti Bash, ministri i brendshëm asaj kohe, se zot e përmendem se ndoshta duket. Sa jo mbledh do të ketë një proces verbal, do të ketë notat që janë mbajtur, kush ka folur, çfarë ka thënë. Nëse ata do të vinë dhe do të sulmojnë kryeministrin, do të përballen me formën më të ashpër të. Nuk përjashtoj mundësinë që kjo pyetje i është bërë kur ka vajtur. Zoti Bash. Patjetër. Pra derisa ka ardhur deri në nivelin e paneleve tora dhe është një gjë që dihet, ka qenë patjetër në skaletën e pyetjeve që ka pasur SPAK për t'i drejtuar zotit Basha. Në rastin tonë, më falni të bëj një ndërhyrje. Ti është për të kuptuar çfarë do ndodhi penalisht, se okay, ne e dim çka ka ndodhur, gjyqi publik, ne kemi pasur sondazhin ku ndoshta kemi dhënat 83% shqiptarëve janë bindur që urën e kanë Sali Berisha. Problemi është gjyqi publik, nuk është gjyq penal. Pikërisht. Po në rastin tonë ku është angazhuar aleati më i madh Shtetet e Bashkuara, është angazhuar Gjykata Strasburgut, ka një angazhim jashtë vendit tonë, më shumë se sa brenda vendit, më shumë se SPAK-u, më shumë se Gjykata Speciale, më shumë se juristë etj. Përderisa në këtë rëndes ku po flasim dhe realisht këtu është puna, që ky fenomen, kjo gjë që ndodhi këtu, të ndalohet më njëherë sepse kërcënon njerëzimin. Dhe kjo gjë nuk do të thot asgjë se kishte apo s'kishte ligj. Do me thënë, edhe nëse ata kanë zbatuar ligjin, në rastin tonë, kryeministri, qeveria duhet... Ne 190 duket është... E para nuk ka zbatuar... Shumë vështirë ta përdorësh në çdo rast. Pra mbrojtja në raste ekstreme... Marim gjën më të fundit. Është shumë vështirë në rast. Lëre më ne kemi parë publikisht që ajo është... Marim gjën më të fundit. Edhe sikur Gardisi ta ketë vrarë në konform ligjit, qeveria është genocidiste, sepse ka bërë një ligj ku vret njerëz, vret me ligj. Do me thënë, ka vrarë njerëz, këta njerëz janë vrarë në mënyrë jashtëligjore, padyshim. Por dhe sikur me ligj t'i vrasë qeveria, do të thotë që në një vend siç është Shqipëria, e cila ishte bashkuar Këshillit të Evropës, ishte bashkuar organizat të tjera, NATO-s. Për këtë ligj shkon në vdekje kryeministri, deri në dënimin me vdekje, siç shkoi kryeministrja e Bangladeshit. Kjo nuk ka asnjë tolerancë, sepse ishte shkruar si ishte shkruar. Tani forca e paragrafit ka kaluar. Paragrafi nuk perceptohet, nuk kuptohet, nuk shmohet në rastin e vrasjeve politike, në rastin e vrasjeve nga qeveria dhe në rastin e vrasjeve të civilëve të pa armatosur në mënyrë masive. Kjo ka vdekur. Tani ne gjykojmë dhe me siguri SPAK e cili është me motor të tjerë tani, është me mendje tjetër, nuk është me atë mendje që kishë. Duket që ka një tjetër postur ndaj politikës në rangun e lartë. Do të gjykoj si genocid, ose të paktën si democid, ose të paktën si krim, si vrasje e qeverisë në rrethanat jashtëligjore, e cila ka shkaktuar viktima. Në duhet shkoj publicitet, se shkoj vonë, por kur temi flasim pikërisht do ketë guximin SPAK, guximin e forcën, padyshim bazuar në ligj, që ta hetoj të çështje deri në fund pa marrë parasysh pasojat politike që ajo mund të ketë. Rikthehemi pas pak.